Dje deputeti i LDK-s Armend Zemaj ka qenë duke dhënë një intervistë live në qendër të Prishtinës kur mërgjimtari Nuha Osmani e quajti Renc. Deputeti la intervistën dhe e goditi me grush qytetarin duke ofenduar nga nëna dhe motra. Deputeti Zemaj në faqen e tij në Facebook ka kërkuar falje publike për veprimin, në këtë rast i sulmi dhe fyerjes të ulta, sigurisht do të duhet ta ruaja qetësinë dhe dinjitetin në çdo rrethon dhe pavarësisht provokimit, i cili nuk më ka ndodhur kur gjatë karrierës sime. Dhuna në çfarëdo forme nuk është përgjigje e drejtë. Për këtë veprim shpreh dhe kërkoi falje publike. Ndërsa në anën tjetër, mërgjimtari ka deklaruar se ai nuk ishte fajtor dhe tha se vetë Zemaj e kishte ofenduar. Po ashtu edhe LDK-ja ka reaguar në lidhje me rastin. Lidhja Demokratike e Kosovës dënon ashpër sulmin e papranueshëm të ndodhur sot gjatë një interviste publike, ku deputeti i LDK-s Armend Zemaj jo vetëm që është ofenduar dhe provokuar verbalisht, por edhe është përballur me sulm fizik ndaj tij. Ky akt është i papranueshëm dhe përbën cenim të drejtë për drejtë ndaj sigurisë personale të një përfaqësuesi të zgjedhur të popullit e të LDK-s dhe ndaj vet integritetit të institucioneve demokratike të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës shpreh solidaritet të plot me deputetin Armend Zemaj dhe fton organet e rendit dhe ligjit të sqarojnë me përgjegjësi rrethonat e sulmit. Ngjarja ka bërë bujë nëpër media sociale teksa shumë qytetarë e kanë dënuar këtë akt.